Të nderuar besimtar, vazhdojmë me lejen e Zotit sot me temën më i miri i njerëzimit. Jemi duke folur për krijesën më të mirë, për Muhamedin alayhi salatu wassalam, ku po tregojmë për historinë e tij të vështirë, për çastet dhe për momentet e vështira, ku Muhamedit alayhi salam së bashku me besimtarët të cilët e pasonin atë, pothuajse i ishin mbyllur gjitha rrugët dhe vështirësitë nga gjitha anët, ku sulmoheshin, torturoheshin nga banorët e Mekës, vetëm pse thonin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Po Allahu është ai i cili e ka zbrit këtë fe. Kjo fe është fe e Zotit, se nëse do të ishte e imja apo e jotja, do të kishte përfundu. Allahu e ka zbrit këtë fe dhe Allahu e ruan atë. Në çastet kur dukej sikurse muslimanët e asaj kohe e kishin litarin fyt dhe pothuajse po ngushtoheshin gjitha rrugët, Allahu do të bëjë sebeb një qytet tjetër. Një qytet tjetër afër Mekës, të cilët dal nga dal do ta pranojnë Islamin. Muhamedi alayhi salatu wassalam po takon me disa banorë të Medinës, ku fillimisht 6 prej tyre e pranuan Islamin. E më pas treguan se pas një viti u bën 12 musliman. Ky numër duket i papërfillshëm sy ta, se alhamdulillah na jemi gjithë musliman. Mirë po, në atë kohë kishte shumë rëndësi edhe një me e pranu Islam. E më pas, pejgamberi alayhis salam do të çojë një shokun e tij nga Mekka në Medinë. Do t'i thotë leni gjitha punët e dunjas, leje pasurinë, leje famën, leje familjen, harroj gjitha dhe shko atje. Largohu nga Mekka, shkon në Medinë dhe mësoja njerëzve fe. E me këtë person, me Musab ibn Umairin, Allahu qoftë i kënaqur me të, 40 veta musliman në Medinë. E më pas, do të bëhet sebeb Musabi që t'ja mësoj fen një prijetari prej fiseve në Medinë, e gjithë fisi i tij do ta pranojnë Islam. Kështu do të përhapet Islam. Vitin e ardhshëm, që korrespondon me vitin e 13, nga koha kur u bë pejgamber Muhamedi alayhis salam, do të vinë haxh njerëzit, e do të vinë banorët e Medinës. E do të vinë, do të shkojnë tek Muhamedi alayhis salatu wassalam në Mekë, sa veta ishte. Është përmendur dhe kanë treguar se numri i tyre do të shkojë në 73 burra dhe 2 gra, të cilat kishin ardhur për me kryer ritualet e haxhit. Numri i tyre ishte më i madh, mirë po jo të gjithë kishin mundësi me ardhur nga Medina në Mekë. 73 burra dhe 2 gra, të cilët do të kujdesen që ta takojnë Muhamedin alayhis salam në Mekë, duke u ruajtur nga sytë e banorëve të tjerë. E kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të mblidhet me ta në vendin e quajtur Aqaba. Ku këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi 2 vjet më parë kishte bën një beslidhje që quhet marrëveshja e parë e Aqabës, tashmë pejgamberi alayhis salam do të bëjë atë që quhet në historinë islame marrëveshja e dytë e Aqabës. Mirë po, kushtet dhe pikat do të ndryshojnë pak. Pse? Duke e pa që numri u shtu, duke u pa që ata mësuan diçka nga Islami, pikat do të jenë pak më ndryshe. Kur përmendëm në marrëveshjen e parë të Aqabës, cilat ishin pikat kryesore? E para, do të adhuroni Allahun. Prandaj themi që më së shumti me njerëzit duhet me mësu kësaj fjalë. Më shumti njerëzve do të me mësu kush është Zoti. Do të me mësu me e njoh Zotin, se po e njofti Zotin, s'ka nevojë më me thonë falë ose do të falet vetë. Po e njoftu Zotin, nuk ka nevojë më me thonë diçka tjetër se do t'i lejë vetë haramet, duke e njoh Zotin. Ndërsa pikat të cilat i ka përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam në marrëveshjen e dytë të Aqabës vijojnë si më poshtë. Pika e parë, do ta mbroni Muhamedin të dërguarin e Zotit. Ishte shumë e rëndësishme
që Muhamedi a.s. kishte një krah të fuqishëm, kishte njerëz të cilët e mbronin atë nga armiqtë e tij. Pika e dytë, të luftoni për mbrojtjen e Islam. Me bo sot me përmend që duhet me bo luftë e me bo gjihad, javën tjetër nuk e shef mua si gjëmon xhami me gjithë hoqë. Ikin e mbyllin xhamin fare prej frikës. Pse? Sepse zemra jonë është larg Zotit gjithësisë. Sepse zemra jonë nuk është aq e fuqishme dhe e lidhur me krijuesin e gjithësisë. Me thotë duhet me luftu të fusim burg. Fusim mrena, s'del më harrohesh atje. Po xhihadi është pjesë e Islamit. Me kushtet e tij, me vlerat e tij, me pozitën e tij. Pejgamberi a.s. po don me marr besën e këtyre njerëzve dhe me i thonë, nëse unë vi te ky, a do mbroni ju apo jo? Apo në momentin e parë që del armiku do thoni, merreni te se s'kemi punë me këtë, do dorëzojmë. Me sot me dal një armik kundër xhamisë, sa veta dalin mbrojt. Sa veta e mbrojnë atë. Dhe pastaj me dal dikush kundër hoxhës, vetë xhamoti e shajnë hoxhën më shumë se sa ai që është përjashtë. E nuk gjen dy xhamot bashkë, vetëm se tu e shajnë hoxhën. Ashtu sikur se dy xhallar më bë bashkë, e shajnë xhamotin gjithmonë. Pse? Po sepse se kemi pranuar Islamin siç duhet. Kemë harruar që kemë llogari para Zotit. E muhabetet e mqefta që i bojnë me njëri tjetrin, vallai, nuk e harron Zoti dhe nuk e harrojnë me lajket që shkruajnë. Nëse cili prej nesh i ka dy me lajke me vete, të cilat shënojnë. Pastaj tha pejgamberi a.s. Pika e tretë e marrëveshjes, do të ngjoni dhe do të bindeni në çdo situatë. Pra, në nështrim i plot kundrejt Allahut dhe kundrejt të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Me pas një debat fetar, me pas një çështje sot, më shumë flasin ato që s'dinë se sa ai që është kompetent. Jo vetëm nga ana e fesë, por edhe nga ana e dunjas. Me me fol për ndërtimin e shtëpisë, më shumë do flasë ai që s'ka vënë herë tull shtëpinë e tij se sa inxhinier. Ja zën rrugën na lë ti herë se jam unë. Me fol për doktoraturë, gjithë bëhen doktorë, gjithë bëhen xhallar, gjithë dietar, gjithë. Po jo, se ka rregull dhe punë. Pika e katërt, pikë e cila edhe sot është shumë e vështirë. Jo tha Muhamedi a.s. atyre, nëse do të jetë e nevojshme, do jepni pasurinë tuaj në rrugën e Zotit. Nuk bëhet xhamia me llojshe. Nuk mbahet xhamia me llojshe. Nuk mbahet feja me llafe. Duhet kontribut. Me kërku kontribut, thotë i more gjithë për vete. Kështu i tha Muhamedi a.s. Pikë e marrëveshjes. Nëse duhet kontribut, do t'jepni. Dakor, je dërguar me Zotin. Ka feja Zotit në rregull. Pika e 5, do të thoni gjithmonë vërtetën. Hajde pikë, hajde. Me me në kap 1 sot, a e themin e të vërtetën. Do të thoni gjithmonë vetëm të vërtetën. Edhe në rast kur është kundër meje. A ke një situatë që unë e kam faj? A kem guxim unë edhe ti me i thonë vetës, po, unë e kisha faj. Se kishte ai tjetër. Pra vjen ai ta përplas makinën, thotë e ka fajin ty. Po ti, jo, unë pa faj. Në rastet më të vogla, se ka rastet tjera, po zihen e po brindin e po përçahen, po i pëllon tokë. Vlla me vlla, motër me motër, baba me fëmijë, turp i madh. Ja, hoqë duhet me folë që, ja më duhet me folë. Do e thoni të vërtetën. A është e vërteta? Kjo është e vërteta. Pika e 6, të cilën e përmendi pejgamberi a.s. në këtë marrëveshje, ju tha atyre, do të ndihmoni dhe do ta përkrahani Islam. Në gjitha situatë, në gjitha mënyrë, në gjitha formë, do ta përkrahani Islamin. I thanë ata, po mirë, nëse i bëjmë ne këto, çfarë fitojmë? Xhenet. A do xhenet? Ti e do. Nëse i bëjmë gjitha këto, çfarë fitojmë? Se ne po marrim përsipër me të mbrojtë, me të dhonë, me përkujdes për ty, po çfarë fitojmë? Se sulmi nga armiq do të jetë i madh. I tha pejgamberi selam, do të fitoni xhenet. Subhanallahu, xheneti është shumë i vlefshëm. Xheneti është shumë i vlefshëm, e një Zot e din sa i vlefshëm
është xheneti në sytë tanë dhe në zemrat tonë. Nëse do të ishte i vlefshëm në sytë dhe në zemrat tona, do t'i zbatoni në përpikëri këto pikat të cilat i përmendi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në marrëveshjen e dytë të Akabes, bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ishte edhe xhaxhai i tij, Abbazi. Por akoma s'ishte bo musliman. Mirë po e mbështeste se e kishte nip. Dhe ndër të tjera mori një fjalimaj, më i madh se Muhamedi alayhis salam, dhe i thot: "O ju banor të Medinës, nëse nipi im vjen tek ju, a jeni të gatshëm ju me bë durim edhe nëse armiqtë e tij ju sulmojnë?" Pra ju po jep një fjalën dhe po i thoni hajde në Medinë, sa atje e ke vendin, e ke situatën për me adhuru Zotin e gjithësisë. Mirë po i tha, a do ta mbroni apo do ta tradhtoni? Se nëse e tradhtoni, mos e merrni fare, se këtu po e mbaj unë pra bashkë me xhaxhain tjetër, Abdul Muttalibin, Ebu Talibin. Pra këtu po e mbrojmë ne, po nëse vjen Medina, do ta mbroni? I thanë ato po, japim besën se do ta mbrojmë, se do ta mbrojmë Muhamedin të dërguarin e Zotit. Mirë po dikush prej Medinasve i drejtohet pejgamberit alayhis salam me një pyetje dhe i thotë: "O i dërguari i Zotit, nëse ti vjen tek ne tani që është vështirë gjendja këtu në Mekë, dhe pas një kohe Zoti të jep fitore dhe të jep rezultat, ti çfarë do bësh? A do kthehesh jetosh në vendin tënd në Mekë apo do të rish tek ne? Pastaj ne po e marrim përsipër gjithë të vujtje, gjithë të mundim, gjithë të sakrificë. Mirë po, a do të rish tek ne apo jo?" I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Gjaku im është me gjakun tuaj. Pra unë do të rri tek ju." Dhe sot e kësaj dite, pejgamberi alayhis salam është i varrosur ku? Në Medinë, në qytetin i cili është quajtur Medinja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kështu pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam së bashku me besimtarët e Mekës do të kishin një vend sigurt ku ata të jetonin. Mirë po tashmë duhej një kujdes i veçantë që nga Mekka të shpërnguleshin për në Medinë. Sepse Mekkasit mirë që nuk i lenin rehat me adhuru Zotin në Mekë, mirë po nuk i lenin as me ik në Mekë. Mirë këtu s'mlen rehat, po pse s'mlen me ik? Atëherë do të fillojnë muslimanët e Mekës duke u shpërngulur një nga një, pra dy nga dy, në mënyrë që mos binë sy tek idhujtarët e Mekës, përveç njonit i cili është tregu se ditën në të cilën do të shpërngulej nga Mekka për në Medinë, nuk iku fshehtës, nuk qef që mos e shohin banorët e Mekës, por dolin shesh burrave. Dolin Mekë duke ju thonë: "O ju njerëz, unë po largohem për në Medinë. Kush don me lon nonën të qaj, nesër filan orë unë do kaloj në filan vend. Kush don me lon gruan pa burr, le të dali para me. Kush don me lon fëmijën jetim, le të ndali përpara." Kush ishte ky? Omeri, Allah i shofit nashën. Omeri radiallahu anhu, ky burr kaq i madh, nuk doli fshehtas, por është tregu në historinë islame se Omeri do dilte haptas duke i paralajmëruar banorët e Mekës se unë jam duke dalë dhe kush ka guxim me dalë e të ndali përpara. O vëllezër o musliman, banorët e Mekës do të lenin çdo gjë. Njëjtë sikur se sot ty edhe mu me të vështirësu gjendja dhe Allahu na ruaj dhe më detyru me ikë nga këtu, duke e lënë pasurinë tënde, duke e lënë familjen tënde, duke e lënë lagjen tënde, fshatin tënde, shtëpinë tënde, dhe të detyrohesh ta lesh çdo gjë vetëm për një gjë vetëm, vetëm për fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vërtet që kjo është një gjë shumë e madhe, të cilën nuk e bëjnë vetëm se besimtarët e sinqertë. Ta lesh çdo gjë vetëm për hir të Zotit. Prej tyre të cilët do të shpërnguleshin për në Medinë, tregohet për një person i quajtur Ebu Seleme. Së bashku me gruan dhe me fëmijët e tij e pranuan Islam dhe u nisën që të largohen për në Medinë. Mirë po, do të dalin njerëzit e bashkëshortës
njerëzit e grus, duke e thonë ti do me ik nga Mekka? Po ti ik po deshe, por gruan tate, pra vajzën tonë, nuk do ta marrësh me vete, do ta lesh këtu. Dhe detyruan që gruan dhe fëmijën ta lejnë vetëm në Mekë, ndërkohë që ai iku për hir të Zotit dhe u largu. Dhe me ditë të tëra dhe me javë të tëra bashortja qëndronte duke qajtur në shtëpinë e saj të prindërve të saj. Derisa një ditë për ditëve vendosi që vetëm me fëmijët e saj të vegjël, ose më saktë vetëm me djalin e saj të vogël, ikin nga Mekka për Medinë, e vetme, gati 450-500 km. Udhëtim ditën dhe natën, si më u largu nga Mekka, ku s'kishim mundësi me adhuru Zot. Niset e vetme, mirë po në rrugë do të takoj një burr. Ç'pun ka kjo grua me një burr të huaj? Një burr i cili më vonë do të bëhej musliman, i cili i drejtohet dhe pyet ku po shkon. I thot po ikin në Medinë. Thot nuk të lej vallahi me ik vetëm, thot unë do të shoqëroj. Dhe tregon kjo grua për moralin e lartë të këtij burri, i cili thot este përpara dhe asnjëherë nuk e ktheu kokën pas. Krahasoje veten ti edhe unë në këtë gjendje. Este përpara dhe asnjëherë nuk e kthen te kokë. Ditën, natën, shkretir, lodhje, raskapitje, çka kishe bërë ti edhe unë? Një udhtim 2-3 apo një mujor. Çka kishe bërë ti edhe unë? I vetëm me një grua të pambrojtur. Dhe e dini cila është e bukura e kësaj, se këtë njeri nuk e rujti Islamin nga gjendja e keqe. Ne alhamdulillah jemi musliman. Ky akoma nuk ishte musliman. Çka e rujti këtë njeri? E rujti ajo e cila sot ka humbur shumë. E rujti burrnia e tij. E ruajti nga imoraliteti, nga një gjendje e poshtër, vetëm se burrnia e tij. Që sot një Zot e din se sa burrni dhe se sa burra me shumë rrë kanë mesin tonë. Ishte burrnia ajo e cila i tha këtij personi stop, sepse gjendja të cilën mund ta lakmosh është e keqe. Dhe kështu o vëllezër o musliman, do të arrijë kjo grua dhe do të bashkohet së bashku me bashortjen e saj në Medinë. Dhe kështu do të vazhdojnë muslimanët duke u shpërngulur dhe do të mbesin në Mekë vetëm se pak prej besimtarëve. Inshallah me lejen e Zotit, nëse Allahu na e mundson, do të tregojmë në javën e ardhshme se cilat ishin besimtarët të cilët mbetën në Mekë dhe si ishte gjendja e tyre. E lutim Zotin ton që të na falë dhe të na mëshirojë të gjithëve. Lutim Zotin ton që të na falë ne prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Lutim Zotin ton që të na ruajë nga çdo gjë e keqe e cila vjen si shkat i fjalëve dhe i punëve tona të këqija. Allahu na dhon kuptim. Allahu i lartësuar na dhon sinqeritet. Zoti i gjithësisë na dhon shëndet dhe të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Na mëson Zoti i gjithësisë që nga historitë e profetit sallallahu alaihi wasallam të marrë gjithsecili prej nesh mësim dhe ajo e cila është e mirë ta vazhdojë dhe ta përmirësojë atë, ndërsa ajo e cila është e keqe të largohet prej saj. Allah na falë dhe na mëshiroft të gjithëve. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.